Të mbetën të ndarë sa i përket optimizmit nëse do të arrihet ose jo një marrëveshje paraprake. Pas takimit të së martës, dilema mbetet e hapur a do të ulen edhe sonte në të njëjtën tavolinë Albin Kurti dhe Lumir Abdigjiku. Dy liderët u ndan pa një emër konkret për presidentin, por me një dakordim dhe nevojën për konsultime të mëtejshme. Takimi 18 gushtit zgjati rreth 2 orë dhe prodhoi sinjalet e para për një mundësi marrëveshjeje, por ende pa një konfirmim të prerë për takimin e radhës. Në emisionin Gazeta në Kanal 10, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Enver Haliti, tregoi se kur pritet të mbahen takimet e ardhshme dhe sa do të ketë një zgjidhje si epilog i këtyre takimeve. Jemi në rrugë, konsideroj që jemi në rrugë të mbarë për të arritur një dakordim për një emër konsensual për president të Republikës Kosovës. Dhe shpresoj që brenda pak ditësh edhe kjo çështje do të marrë udhë edhe qytetarët do ta marrin vesh. Pavarësisht optimizmit të dy liderëve brenda LDK-s, Hikmeti Bajrami ka mbajtur qëndrim të ashpër, duke i cilësuar si banale arsyetimet e Kurtit për nevojën e kohës për një marrëveshje politike para konstituimit të kuvendit. Qetëria është zgjedhje për të shkuar prap në zgjedhje. Pse? Nga zbën qerja para kalit. Deri te nuk e konstituojmë kuvendin pa marrëveshje politike, sepse nëse e bëjmë, vendi shkon në zgjedhje. Janë arsyetimet më banale të cilat nga dhjetori i vitit 2024 po e mbajnë Kosovën pa institucione legjitime. Sipas analistit Blerim Canaj, këto takime janë blerje kohe dhe sipas tij nuk pret një marrëveshje që do ta zgjidhte ngërshim politik në Kosovë. Në fakt ne dhe më tutje mund të shohim takime në mes të Abdigjikut dhe zotit Kurti në mënyrë që të duken sikur po përpiqen që të gjejnë një zgjidhje mirë, por në fakt nuk po shoh ndonjë zgjidhje për shkak se po të ishte diçka e tillë e para nuk do të pritej në momentet e fundit. Ndërsa analistja Gjevahire Rama Krasniqi tregon se pritet një marrëveshje brenda këtyre ditëve dhe sa do të ketë zgjidhje një e tillë. Ditët e reja kisha me thonë që janë një skenar real, po duke i pa dhe zhvillimet e fundit, do të thosha që janë të pashmangshme. Takimin së martës mes Kurtit dhe Abdigjikut erdhi pasi kreu i LDK-s kishte deklaruar se partia e tij heq dorë nga të gjitha kërkesat për poste, përfshirë edhe atë për postin e presidentit.